Nëse jemi te kjo temë, mendimën e regjisë lidhe menjëherë me Sidorela Xhamaqin për Çukës qafë Pllocë, e cila është bllokuar totalisht. Ne jemi ndalu vazhdimisht tek ajo çfarë kemi thënë, ja ku e shihni, ka rënë, është bllokuar e gjithë rruga si pasojë e rënies masivit. Në problematika të përsëritura te ky aks rrugor, i cili ka kushtuar qytetarëve shqiptar me miliona euro. Përshëndetje Sidorela, çfarë po ndodh tani? Jo, përshëndetje Armela, në fakt ju e përmendët pak më herët, pavarësisht se ka pasur edhe një kohë mjaft të lartë, sigurisht rruga e Çukës qafë Pllocë ka pasur problematika të cilat ne i kemi denoncuar her pas here në syri televizion. Në fakt, sa i takon edhe problematikave të cilat janë ardhur ditën e sotme, ku shumë pranë tuneleve ka pasur edhe rrëshqitje të inerteve të cilat kanë shkaktuar dhe një aksident rrugor, ku fatmirësisht nuk ka pasur lëndime në njerëz, ndërsa më pas ka pasur rrëshqitje të tjera inertesh dhe verash në pjesë të ndryshme të kësaj rruge, të cilat kanë vendosur në punë edhe firmën kontraktuese. Ndërsa sa i takon edhe orës së fundit, bëhet me dije se është mbyllur totalisht pikërisht ky aks rrugor dhe është vendosur si një masë emergjente, kjo për shkak të situatës e alarmante, e cila është shkaktuar për shkak të rrëshqitjeve të vazhdueshme të verave dhe segmente dhe përgjatë këtij segmenti. Në fakt, aksi momentalisht është i pakalueshëm. Ky aks ka pasur në fakt rrezik serioz për qarkullimin e mjeteve dhe gjatë orëve të pasdites, duke i detyruar dhe autoritetet të ndërhyjnë për të shmangur edhe pasoja më të rënda. Në fakt, është marrë si mas nga ana e autoriteteve blllokimi i kësaj rruge deri në pastrimin totalisht nga ana e firmës kontraktuese të verave dhe inerteve, të cilat kanë bllokuar një pjesë të segmentit dhe të aksit Çukës qafë Pllocë. Në fakt, sa i takon në të dyja pikat hyrëse dhe dalëse, si në hyrje të qytetit të Pogradesit, po ashtu edhe të Elbasanit, janë vendosur pika kontrolli nga ana e policisë, e cila i orienton të gjithë drejtuesit e mjeteve, të cilët marrin aksin e vjetër, i cili është përdorur rreth 3 muaj më parë, duke e lënë pothuajse dhe duke e mbyllur thuajse të gjithë këtë aks, i cili është umbetuar si një ndër akset më të rëndësishme, i cili do të lidhte pikërisht Juglindjen me Elbasanin. Përgjatë gjithë 3 muajve, në fakt, është rreth 3 muaj, ne kemi denoncuar më shumë se 5 raste të rrëshqitjeve të verave, po ashtu edhe të një masivi shkëmbor, i cili detyroi dhe autoritetet, po ashtu edhe firmën kontraktuese për hapjen e një bypassi, i cili funksionoi deri ditën e sotme, po për shkak edhe të inerteve të tjera të cilat kanë rënë thuajse në të gjithë të segment, është marrë masë e domosdoshme dhe emergjente për të, le të themi, për të ndihmuar apo edhe për të mos pasur problematika për gjithë ata drejtues të mjeteve, të cilët edhe paradite, po edhe pas ditën e sotme kishin zgjedhur që të kalonin